Mes motit ekstrem dhe stuhisë së fortë që ka përfshirë zonën e ersekës, një elektricist është filmuar duke punuar në majë të një shtylle elektrike në kushte teje të vështira atmosferike. Pamjet tregojnë momentin kur ai vijon punën pavarësisht erës së fortë, të ftohtit dhe rrezikut të lartë. Për shkak të rreshjeve dhe motit të ashpër në Bashkinë e Kolonjës, janë regjistruar këputje të përcjellësve elektrik dhe shtylla të thyera, duke sjellë probleme në furnizimin me energji elektrike për banorët e zonës. Në këto kushte, ndërhyrja e menjëhershme e grupeve të terrenit ka qenë e domosdoshme për rikthimin e shërbimit. Elektricisti, i cili shihet duke punuar në majë të shtyllës me stuhisë, ka vijuar detyrën e tij pa u tërhequr, duke rrezikuar veten për të garantuar furnizimin me energji për komunitetin. Një shembull përkushtimi dhe përgjegjësie që shpesh mbetet në heshtje.